Kryeministri Edi Rama vlerëson projektin për recetën elektronike në shëndetësi si mjet të rëndësishëm për t'i dhënë fund korrupsionit për rimbursimin e ilaçeve. Nga qyteti Durrësit ku prezantoi këtë projekt, Rama deklaroi se reformimi i sistemit shëndetësor është në rrugën e duhur edhe pse evidentoi se shëndetësia falas është një reformë komplekse. I hap rrugën një transformimi rrënjësor për të mbyllur një kapitull 20 e kusur-vjeçar korrupsioni, shpërdorimi të fondeve të rimbursimit. Është një reformë jashtëzakonisht komplekse, në një sektor jashtëzakonisht delikat, pasi ndryshe nga gjithë sektorët e tjerë, është një sektor që e prek fizikisht. Duke ju përgjigjur akuzave të opozitës për check-upin, Rama tha se rezultatet në këtë drejtim janë të prekshme, edhe me kosto shumë herë më të ulët, ndërkohë për vitin 2016, tha Rama, ky shërbim pritet të ofrohet për më shumë se 40.000 qytetar. Nëse një person i pasiguruar do të shkojë dhe do të bëjë një kontroll mjekësor, një check-up, do të paguaj 5.100 lek, 51.000 lek vjetra. Ndërkohë që ne i garantojmë kontrollin shëndetësor falas dhe paguajmë nga buxheti 18.000 lek të vjetra. Rama tha se qeveria e tij ishte detyruar të paguante $40 milion borxhe të trashëguara kur ndrejt kompanive të furnizimit me ilaçe.